Mbrana lëvizjes vetëvendosje kemi edhe një grup të paknaqurve të LDK-s që kanë dalë anej, e që është zoti Faton Peci dhe po ashtu Donika Gërvalla Shfarç, të cilët edhe kur kanë hyrë në pushtet, edhe kur kanë kriju partinë Guxo, edhe kur janë në pushtet, kritikat më të mëdha ose armiqësinë më të madhe e kanë me Lidhjen Demokratike dhe me njerëz që e udhëheqin Lidhjen Demokratike të Kosovës. Domethënë është një edhe mbrana lëvizjes vetëvendosje. Mund të më u krijuar një përqarje e brendshme aty, për shkak se ti ki thuajse 2 njerëz prej 10 më të votuar janë te listës Guxo. E ata janë pikërisht njerëz që kanë dalë prej LDK-s për shkak pakënaqësive tyre mbrana këtij subjekti. Duke përfshirë Vjosa Osmanin, por megjithatë ajo tash është presidente dhe nuk ka funksione partiake. Pikërisht për ta mbyllur, dua një koment për rolin e Vjosa Osmanit në prapasken për këtë ndoshta tek çarja e LDK-s në fraksione, por edhe tek krijimi i qeverisë së re. Si shikoni si përfundim? Tash po jap kështu mendim duke qenë i balancuar për ato që shihet. Vjosa Osmani ka pasur rrethje të mëdha ndaj Lidhjes Demokratike të Kosovës për shkak të ndarjes ose pakënaqësisë të saj ndaj këtij subjekti. Pavarësisht se çu është gjykuar me drejt ajo, e kemi parë që u kanë shumë afërt me lëvizjen vetëvendosje dhe me zotin Kurti, thuajse u shkri e tëra si koncept politik, si ideologji politike, edhe pse nuk kanë bindje, janë krejtësisht të ndryshme ideologjia e politikës së Vjosa Osmanit dhe zotit Kurti dhe lëvizjes vetëvendosje, e patëm një lloj harmonie të madhe prej zgjedhjeve të parafundit, kur edhe pronën në pushtet me 51% lëvizjen vetëvendosje dhe Vjosa Osmani u bë presidente. Mirë, po janë mbi 2 vite që ka çare të mëdha mes zotit Kurti dhe presidentës Vjosa Osmani, në një kohë përthyn me akuza dhe u pasur po don me u nisni një konflikt i drejt për drejt. Mirë, po në këtë rast zoti Kurti ka rri që me i bind ose me i marrë për veti edhe komplet strukturën e partisë Guxo, e cila është themeluar prej Vjosa Osmanit. Edhe Vjosa Osmani sot është nuk flet me ministrin e punëve ose tash në detyrë, po megjithëse do ta kemi prap ministrin nëse qeverinë e bën prap Kurti, Donika Gërvalla. Po ashtu edhe Faton Pecin. Gjitha këto struktura ja ka marrë vetëvendosja, sot ato thuajse janë mbrana vetëvendosjes dhe janë vetë partia vetëvendosje. Edhe Vjosa Osmani ka mbetë në pozitën e presidentes, por është mundu me qenë matur her pas here me disa kritika, mirë po nuk e shoh që është afruar shumë me LDK-n. Është fol se mund të jetë në një kombinim ku ajo synon përmes LDK-s ta marrë edhe mandatin e dytë si presidente, por nuk shumica mbrana Lidhjes Demokratike të Kosovës Vjosa Osmanin e shohin si një dele të zezë, pasojat e cilës i ka bartë edhe këto të zgjedhje Lidhja Demokratike e Kosovës. Domethënë kërami në 14% të LDK-s, si asnjëherë me parë, e ndoshta edhe sot që nuk kemi parë një rritje shumë të madhe të këtij subjekti politik. Janë një pjesë e madhe e LDK-s, faturën ja veshin Vjosa Osmanit, e cila e përqajti LDK-n edhe e prunin në këtë nivel. Nuk e shoh si mundësi, ose e shoh një pozicion jo shumë favorshëm për me mujt me kriju diçka. Domethënë, Vjosa Osmani sot mund shihet vetëm si pozitë ceremoniale, që ashtu syshe parafet Kushtetuta e Republikës Kosovës, me thirr seancën konstitutive, me përcjell afatet ligjore, nëse nuk eventualisht nuk rrin brana 30 vite me kriju partia e parë, koalicionin që i ka gjatin e vota për ta votuar, atëherë me ia dhënë mandatin partisë dytë.
asgjë më tepër nuk e shoh që ka fuqi të ndikoj Vjosa Osmani në këtë proces. Zoti Takaj, të falenderoj shumë për analizën. Faleminderit.